Në Zagreb, po zhvillohet forumi i Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, ku marrin pjesë liderë të partive të qendrës së djathtë nga shumë vende të botës. Në këtë forum, është i pranishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, i cili ka zhvilluar takime me disa personalitete ndërkombëtare. Në një intervistë, Berisha theksoi se opozita shqiptare synon të paraqesë shqetësimet për situatën politike dhe ekonomike në vend. Ai ka ngritur akuza ndaj qeverisë shqiptare për atë që ai e quan autokraci elektorale dhe ndikim të krimit të organizuar në vendimmarrje. Ne vim këtu në këtë forum botëror për të paraqitur problematikat e mëdha të Shqipërisë dhe rajonit në këndvështrimin ton, për të debatuar dhe diskutuar këto probleme me aleatët tanë, probleme madhore që kanë të bëjnë me sigurinë e rajonit, probleme madhore që kanë të bëjnë me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pengesat shumë serioze që Edi Rama me shtrimin e Shqipërisë në një autokraci elektorale apo diktaturë autoritare i ka bërë dhe i bën procesit të integrimit me ndërtimin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Pra, kemi përveç faktit që dihet që klanet e drogës janë sot vendimarrësit kryesor dhe më të rëndësishëm, por ato, siç kanë faktur zbulimet e fundit, ato arritën të kontrollojnë të gjithë internetin e Shqipërisë me të gjithë të dhënat e shqiptarëve. Kështu që në këtë aspekt përbëjnë një rrezik dhe kërcënim serioz për sigurinë jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të rajonit dhe më gjerë. Forumi i Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, një event i cili zgjat 3 ditë, konsiderohet një platformë e rëndësishme për diskutime mbi sigurinë, demokracinë dhe integrimin evropian.